Zotria si jeni? Njes për shqetësimin, por më bëri përshtypje veshja juaj. Jeni veshur si një kryetar bashkie sot. Komplimentat e mia. Faleminderit, edhe ti që ke shumë simpatike. Shumë faleminderit. A mund të pyes çfarë do bënit ju ndryshe nëse do ishte kryetar bashkie për një ditë? Në profesion dhe në arsim kam qenë ushtarak. Me gradën kolonel. Dhe nuk ja kam haberin komunitetit, i kam pasë në rreshtë. Kështu që do ngulqa kam tek mënyra e komunikimit në mes të komunitetit. Për shembull, unë mund me qakëm shkel dhe gjithë tokën shqipfolse kam dalluar 3 krahina me marrëdhënie sociale të shkëlqyera. Në jug Përmeti, në veri është Puka dhe në lindje është Gjilani. Ju e vet nga jeni mund të pyes? Tibran. Tibran, kam shoqën e ngushtë Tibrane që e përshëndes fort. Pra të mirën du ta maj për vete, po se kam unë e kam tjerët. Po, por edhe imagjinata vlen çfarë do bënim ne. Po çfarë mendoni ju se është problemi më i madh këtu në Tiranë? Ndërtimet me ndërhyrje. Dakord. Pra, kam pare unë, jap një rishvet dhe e bëj pallatin sheshin Skënderbej. Humë natyrën qytetit. Tu si unë dakord. Mendoni se do vi përmirësimi? Jo qëfar të bëhet i gelit. është gjamia Dine Hoxhës ka 100 vjet, aty ka ngel. është gjamia të mbeut, si qka qënë është. Pra po thoni as për 100 vjet tjera nuk bëhemi ne. Më shumë pozitivitet. Bile, ma mem. Neve duhet përgatitem për fenomenin e Bukureshtit. Fenomeni i Bukureshtit është sot 600 pallate mbi 20 kat kanë ngel pashi. Pse? Se kanë bënu si shqiptarët në të zezë. Kanë derdh paret, ka kalu kërkesa, mushën kërkesat dhe janë me qelës. Kjo është fatkeqësi kombëtare, se blokon një pjesë të fondeve që shërbejnë për zhvillimin.